Ne jeni në një proces ku dyshoheni se keni favorizuar për fibrat optike në sallë të juajtë në internetit. Keni një koment? Është sa e dhimbshme, por edhe qesharake doja të thoja, që normal që sot ne jemi në këtë standard për shkak të asaj gjëje që ndodh edhe sot në këtë gjykat, apo jo, edhe në sistemin ton të drejtësisë, siç e tha dhe pak më përpara avokati, apo siç na u prezantua dhe nga prokurorët, që pas kanë ardhur vazhdon hetimi, pra në qoftë se dosja hetimore duhet ishte mbyllur në 27 korrik, prokuroria vazhdon, heton, thërret dëshmitar, merë letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kryemadhi, maman time Fatime Kryemadhi dhe të tjerë, nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ne vazhdojmë jemi në hetim paraprak. Dhe arsyeja për të cilën është vepruar në mënyrë të tillë është vetëm një qëllim për të mbajtur zotin Meta në burg, për të mbajtur Monika Kryemadhin dhe familjarët e saj nën presion dhe për të arritur një inat personal që nuk e di të kujt e ka. Sigurisht që nuk është gjë tjetër veç se ata që duan ta bëjnë janë ushtar të bindur të jurikimit, edhe pse sot është në largim e sipër. Megjithatë, një gjë të mirë kishte sot seanca, sepse sot ne kemi personat apo kompanitë që kanë paguar faturat në emër të të ashtu quajturës LSI, gjë që në këtë moment, për shkak të shumë gjërave, ajo që nxjerr në pa, nxjerr edhe grushtin e shtetit që mund të quajmë, ose puçin që mund të shbërë, qoftë ndaj familjes time, apo dhe gjithë rrethit tim shoqëror, që do të thotë që një kompani amerikane, sipas prokurorisë posaçme, ka paguar për LSI-n në një kompani amerikane për lobim, që LSI-ja mos harrojmë është parti politike e një vendi hibrid në demokraci. Gjë që për cilën në këtë rast, që nga ky moment, akuzat e lobimit, edhe me ato me cilët kanë ngritur Altin Dumani dhe Spaku për Ilir Metën, pra për ta ashtu quajtur në GSIS, nuk bëjnë gjë tjetër veç se tashmë ngarkojnë me faj kompaninë GSIS, sistemin financiar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila ka pranuar që në llogarinë bankare të një kompanie lobimi amerikane të paguen para në emër të një partie politike shqiptare. Kështu që në këtë mënyrë dhe bashkangjitur, edhe këto pagesa nëse janë bërë, duhet të kenë autorizimin zyrtar nga vendimet e kryesisë së LSI-s apo edhe të individëve të caktuar që kanë qenë qoftë po themi firmosës i kontratës, apo unë që kam qenë sekretare organizative, apo nga sekretari i përgjithshëm i asaj kohe, gjë që nuk ka. Pra në këtë mënyrë, tashmë do filloj do të zbardhet edhe skema e famshme e gjyqëtisë shtrigave të iniciuar nga Jurikim, e cila për fatin e saj të keq nuk e zgjidh dot me një bursë në Angli për xhelatin e saj që ka këtu në Spark. Faleminderit.